Kjo rrugë shumë e gati 10 vjetë, edhe këna mri dhe shko me po kërnali popull, që ka njekë shumë, ka pas shumë sakrifisa, se cili për neve ka meritat, edhe ai që se ka luas 1 minutë që orë gjithë që ka pos të vitin me neve që pune grumbullum, se cili për neve ka meritat e veta. Se doni që s'ka luas sot që këtë vetar tjere, se cili ka merita për këtë sukses. Prej tash, më jam obligati për Mars, edhe me avë në shpresu me arritë të punë. Nga luftat e ëndra për kupën e botës, kjo nuk është vetëm një fjali me tingull të bukur, kjo është historia jonë, historia një populli që u ngrit nga hiçi, që u përballë me tmerre, humbje, dhimbje, por që kur nuk e ndali frymën e vet, dhe kur shehet djemtan, veshur, bardhë e kaltër, duke festuar në mes të Ljubljanës pas një fitoreje të pastër, të fortë, të merituar, e kupton qartë, shqiptarët nuk dorëzohen kurrë, as në luftë, as në fushë, as në jetë dhe as në futboll. Ajo ndeshje, 0-2, i shkruar me djers, zemër dhe disiplinë, nuk ishte vetëm një rezultat sportiv, ishte një kujtesë, një rikthim në rrënjët tona, se vetëm 25 vjet më parë, këta njerëz që sot valvitin flamurin në stadium, vinin nga familje që jetonin mes tymit të shtëpive të djegura, mes plagëve të hapura, mes heshtjes së frikës. Sot, bijtë e atyre fëmijëve ecin me kokën lart para gjithë botës, duke treguar se çfarë mund të bëjë një popull kur jepet mundësia të jetë i lirë. Shikoni fytyrat e tyre kur shënojnë, kur ngritin grushtin drejt qiellit, kur përqafohen pas golit. Aty ka diçka që nuk mund të blihet, nuk mund të fabrikohet, ka shpirt, ka krenari, ka kujtim të sakrificës. Ata nuk luajnë vetëm për veten e tyre, luajnë për të rënët, që s'patën mundësi të shohin ditën e sotme, për nënat që heshtën me zemër të shqyer, për baballarët që mbajtën fëmijët gjallë me zor, për një popull që e di se çdo të thotë të luftosh për çdo grimc të së ardhmes. E kur Kosova siguron play-offin e Kupës së Botës duke treguar disiplinë e karakter, nuk është thjesht një hap sportiv, është një hap kombëtar, është një mesazh i qartë për çdo shqiptar kudo që është. Ne kemi ardhur deri këtu duke ecur mbi plag, por sytë tanë janë gjithmonë ka horizonti, dhe horizonti sot quhet botrori, një ëndër që dikur duke qesharake për ne, por sot është reale, e prekshme, e mundshme. Fitoria ndaj Slovenisë nuk u soll vetëm nga golat, as nga autogoli kundërshtarit. Ajo u soll nga mentaliteti, nga guximi, nga vendosmëria për të mos u tërhequr, qoftë edhe 1 centimetër. Një skuadër që del në fushë me këtë shpirt nuk është thjesht ekip futboll dashësish, është një simbol, një vazhdimësi e asaj rruge që filloi në male dhe fshatrat e djegura, dhe që sot vazhdo në stadiumet e Europës. Dhe gjithë kjo i prek shqiptarët, sepse në çdo fitore të Kosovës ka një copës historie që ne e mbajmë në zemër, ka një thirrje që ne e kujtojmë kush jemi, një popull që nuk e planon nënshtrimin, një popull që nuk e harron të kaluarën, por e përdor atë për të ndërtuar më të mirën e së ardhmes. Dhe kur djemtan festojnë të buzëqeshur, është sikur dikush të fshi pak nga ajo mjegull e rënë që e kemi mbajtur mbi shpinë në dekada. Nga luftat e ëndra për Kupën e Botës, kjo është udhëtimi ynë i vështirë, i gjatë, por i drejtë, dhe sot, me shumë se kur, shqiptarët kanë arsye të çojnë zërin lart. Jo nga mendjematësia, por nga krenaria, sepse po e shohim me sytë tanë, ëndrat tona nuk janë më të paarritshme. Jemi këtu, jemi pranë dhe çdo ndeshje na afron një hap tjetër drejt një bote ku Kosova jo vetëm luan, por bën histori. Kjo është për ata që luftuan, për ata që ndërtuan, për ata që besuan, dhe për ata që sot e mbajnë flamur i lartë, si një popull që ka kaluar ferrin, por ecën drejt qiellit.